Përshëndes, jam para konsulatës greke këtu në Gjirokastër dhe kur ndryshojnë gjërat duhet ndryshojmë edhe retorikën, sepse dërgimi i çështjes peshkepia, ankimimi në gjykatën kushtetuese, diçka që s'ka ndodhur në 32 vjet dhe në krye të 32 vjetëve shkon çështja dosja e peshkepisë ankimohet në gjykatën kushtetuese, ankimohet mbyllja e saj nga gjykata e krimeve të GKK-ja dhe nga gjykata e lartë mbyllja e saj ankimohet në gjykatën kushtetuese. Pas kësaj ne duhet të flasim imtësisht, aq sa mundemi, aq sa kohë kemi, për mënyrën dhe hapat që do ndjekim, sepse jemi duke ndjekur në dinamik. Ne dim se çfarë ka ndodhur me dosjen peshkepia. E dim që këtu në Gjirokastër, me ndërhyrje të ndryshme, atë konsullatës, atë të tjerëve, të plot institucioneve dhe para institucioneve, anti-institucioneve, dhe të njerëzve, të personave të ndryshëm, e kanë ngrisur atë dosje, kanë hequr fashikuj. Dosja ka filluar në momentin kur Alfred Beleri me shokë, me Ajorgos Anastasioulis dhe të tjerë është kapur në Greqi me armë, me numër të njëjtin, numri i armëve ka qenë i njëjtë me numrin e armëve të rrëmbyer nga posta e peshkepis me datën 10 prill të vitit 1994, kur kanë mbetur të vrarë atëherë Fatmir Shehu oficeri dhe Arsen Gjini ushtari. Do t'i përsërisim vazhdimisht, sepse jemi në ditë të vështira. Në një kohë që ne po bëjmë përpjekje të jashtëzakonshme dhe po intensifikojmë përpjekjet tona për çështjen e peshkepisë, shteti shqiptar hesht, media hesht, televizioni dhe radio heshti, nuk thonë asgjë. Ditën e 32 vjetori ka qenë thënë diçka nëpërmjet audiovizive, në televizion, në radio ose në gazeta. Pas vajtjes së dosjes, pas ankimimit që kemi bërë në gjykatën kushtetuese, menjëherë u vendos heshtje varri. Kjo diçka do të thotë, dhe jo vetëm diçka, kjo do të thotë shumë çka. Pse? Sepse ata e dinë që ne jemi duke e kaluar, ata jemi duke pritur me këmbën në shkallë, jemi duke pritur gati që ta çojmë në Strasburg. Dhe Strasburgu do bëj vetëm një gjë të vogël, do shikoj fletët që janë hequr nga ajo dosje. Se ato do verifikohen edhe në gjykatën kushtetuese. Përveç asaj, në Strasburg do të shikohet edhe se kur ka filluar ajo dosje. Dhe do shikohet që ka filluar në momentin kur Alfred Beleri dhe Ajorgos Anastasioulis janë kapur me 18-19 mars, në mesnatën e 18 marsit, janë kapur në Tehani Delvinaqit. Dhe që në atë moment, aty do kërkohet sa armë u kapën. Ati u kapën 2 pistoleta, pasi njëra i ra me duket Harallan Papa si ka rënë, njërit nga ata banditët. Do shikohet pak me vonë, se policia është duke i kërkuar që të bisedoj. Nuk e di për çfarë arsye, unë kam qenë në kryoner në fshatin e Theofan Papës, babaj të Harallan Papës dhe të Harallan Papës. Kështu që ajo familje do shikohet me imtësi se ajo ka qenë përgjegjëse. Dhe ishte Harallan Papa që i qeraste ushtarët në Longo gjatë ditëve para se të ndodhte tentativa për bastisjen e postës. Dhe tani, duke i patur në dorë të gjitha këto, ata do shohin atje kur ka filluar kjo dosje, kur ka filluar ky hetim. Këtë ditë, atëherë, çfarë mungon nga kjo dosje? Mungojnë numri i serisë. Numri i armëve të kapur nga peshkepia është i njëjtë me numrin e armëve të rrëmbyer në peshkepi. Po numri i serisë nuk ka ardhur asnjëherë në Shqipëri. Gjykata e Strasburgut dhe prokuroria speciale në Strasburg dhe në Bruxelles, që ka prokuroria speciale evropiane, sigurisht që do kërkojnë nga Greqia numrin e serisë të armëve të kapura me datën 18-19 mars 1995. Dhe atje do dalë plotësisht që ato armë kanë qenë të peshkepisë. Që në atë moment fillon rënja totale e Fredi Beleri. Nuk ka që t'i bëj me as konsulata, as ambasada, as një njeri. Nuk ka që t'i bëj as Ferit Hoxha, që ne e kanë futur atë bashkibozuk në Ministrinë e Jashtme për turpin tonë. Pa atje do flasim në Tiranë, jam në rrugës sipër. Sa të mbaroj punë këtu në jug, me njëherë nisëm për në Tiranë. Atje do flasim imtësisht, do t'rregoj gjëra që kanë për të tundur themelët e shtetit me atë maskarase. S'kan lënë gjë pa bërë dhe në fund na vullën në një bashkibozuk atje, njeri që ka shitur detin, Ferit Hoxhën në kryet Ministrisë të Jashtme. Sa po e quam në kushtetuese, na bën edhe të hall. Heshtën edhe mediat, nuk shkruan asgjë as gazetat me datën 10 prill dhe bën gjithatë mbulim që të zboglohet, të minimizohet dhe të mos merret parasysh, sepse janë të shitur, kanë qenë të shitur dhe prandaj ka heshtur dhe ka humbur dosje e peshkepisë, e kanë lënë atje për të fjetur. I thonë ata se Halexhi janë Arsen Gjini, ka qenë Halexhi dhe Fatmir Shehu, Halexhi dhe Dilaveri që flet. Ne thonë që jemi elita, ne të jemi në rregull, pa Shqipëria le të bjerë.
Këtë lloj Shqipërie nuk duhet ta lëm. Unë dua që të mos vend dorë të dosja dhe të vendimet. Unë uroj që gjyqtarët të tregojnë, jo vetëm gjyqtarët, gjykatën kushtetuese, por edhe shqiptarët. Unë dua që Alfred Beleri të mos i bjerë asnjë gjë në këmbë në anën fizike. Ti e çnoshë mirë të vuaj dënimin e burg. Dhe dua që ti parandaloj njerëzit që mos ta marrin hapin e gabuar që të merren me gjyqësi. Se jam duke dëgjuar shumë. Prandaj dhe kam ngul këtu. Se nuk dua që për një bastard të tillë, një kriminal që ka shkuar sot atje me gjithë ato dosje kriminale dhe ajo është parlamentar në Parlamentin Evropian, nuk dua që në një djalë apo në një vajzë të vë dorë mbi të dhe të shkojë jeta në burg të përjetshëm, sepse jam duke dëgjuar shumë, jam duke thënë shumë, jam duke folur shumë. Çojnë në burg atë qenë që të shpëtojë Shqipëria, të shpëtojë djemt dhe vajzat të mos vënë dorë, të mos ju nxihet jeta për shkak të një bastardi të tillë, të një kriminalit të tillë.